Ivankën, vajzën e presidentit, por sigurisht nga ana tjetër, ja, urdhëro edhe fotot, shive. Le tjetë pak e pa ndriçuar, boll që të kuptohet se kush është kush. E vërtet. Ja, urdhëro, që të lutem. Ja, dhe këtu është pakës më ndriçuar, kuptohet se kush është kush, por kuptohet vallë se çfarë do ndodh. Që do ndodh, shpresa është një dhe një vetme. Të përpiqemi të joshim duke dhënë copën më të madhe dhe të lakmueshme me shpresë që babi tek shtëpia e bardhë do përpiqet të jetë më i mëshirshëm se ç'parashikohet, sidoqoftë nga ana tjetër babi i vërtet, babai biologjik, Alex Soros ishte i pamëshirshëm në forumin ekonomik botror të Davosit, ndaj edhe situata e kryeministrit ton, sigurisht e ka futur Shqipërinë në ca ujëra të turbullta, e ka drejtuar varkën e kombit ton, megjithatë mbetet për të parë shumë interesante diatriban, cilën ndodhemi si popull dhe sigurisht si klasë politike. Nga njëra anë është kryeministri që po përpiqet fitojë me çdo kusht, pa kohë për të qëndruar në pushtet edhe pak më gjatë dhe pak më rehat, nga ana tjetër secili nga anëtarët e kabinetit dhe bashkëpunëtorët e tij është drejt kokrës së burgut. Ndaj miq të dashur me Trump apo me Soros, nga Dojan Bajrama, na e tregoni pak. Në 069 27 22 27 dhe kam përshtypjen se kanë ardhur mesazhe të para, por kemi edhe një telefonat në linjë në këtë moment. Pa diskutim. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe. Përshëndetje. Përshëndetje, zotrim. Jepi. Me kënaqësinë më të madhe që komunikoj me ju. Kënaqësia është e jona. Të kishemi dëshirë të vetme, me thënë dy fjalë të vjetra. Po. Dikush e qef atë qimin si të ujë, dhe nuk e qef të rallësit vetë. Të kishem, jam shumë tifoz, të kishem një dëshirë të vetme të përmente, edhe 21 janari, jo të në kohën ajo, që ato kanë me marrë dikure, kanë të zvara, pa zvara këta dëshirë na, po të marrin zvara ato, nështë të këna dëshirë na. Po të kapi, si ta ka pak. Dakor, dhe përshëndesim zotrin, së pëstojmi në